muslimani dhe muslimania jeton jetën e kësaj dunjaje e pregadit apo i pregadit çdo moment që ta takojë Allahu xhaleshanu. Është një parametër në bazë që kësaj rregullës apo don me ditë vetën që shije këshire me që këto punë që ka i ki, ti i di punë të tua, unë e punë të mija, çdo kush i di punë të veta, a i kishe dalë Allahit për para, me ta marrë qështa i shpirtin, tak, ti dalësh Allahit edhe ti esh krenar. Të shvallave, mirë i kam be punë, ha? Ki punu, sabah, i ki fitu 3-4 dinar, 5 dinar, 100 euro, 200 euro, mirë i kam punë, dak sham, shkone dhe thu super, di besh. Punë që ka i kije, pinë sabah, kur tire e zani, teri sa të bish të vnësh faqen tonde njastik, naksham, logarite, a i ki punët për me dalë me taku Allahun xhaleshanu tamam. Në qovë se që kjo parameter punon të ti, edhe ti ishe punë të tua, janë tamam për me taku Allahun dhe nuk i kif, nuk ki problem, a di, këtë të i na Allah gjennetin, ja rapi nasip gjennetin nasip, po gjenneti li punë mëre, gjenneti po do mund mëre, gjenneti po do sakrific mëre, gjenneti nuk është me gjenneti dikile patligjana mbit pazar me i ble 30 nuk është gjenneti ashtu, gjenneti lip sakrific, gjenneti lip mund, gjenneti lip turp, me pas turp në gjami, me pas turp në shkollë, me pas turp në punë, me pas turp në trek, me pas turp në tuhes në udhë, me pas turp edhe kur i e vetë.